Antari i lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Alban Krasniqi ka reaguar pas raportimeve për manipulim të mundshëm në numërimin e votave në Mitrovicën e Jugut, ku kandidati i lëvizjes vetëvendosje Faton Peci është shpallur fitues në balotazh ndaj Arjan Tahirit. Në një intervistë në emisionin Infonata, Krasniqi ka mohuar kategorikisht akuzat, duke i quajtur ato të pavërteta dhe të motivuara politikisht. Kjo është një gënjeshtër e madhe dhe e dëmshme që mund të bëhet bazë për një rast tjetër që hapet në prokurori. Është e qëllimshme dhe e bërë me vedije. Këto e them edhe bazuar në atë që më kanë thënë kolegë të mi në KQZ nga radhët e PDK-s, të cilët e dinë fare mirë që kjo lloj akuze është e pavërtet, tha Krasniqi. Ai shtoi se disa përfaqësues të PDK-s po tentojnë të politizojnë procesin zgjedhor dhe të pengojnë punën e institucioneve zgjedhore. Unë nuk mund t'u ashuaj ndjenjën e humbjes që e kam përjetuar në Mitrovic për shkak të një problemi teknik. Kjo nuk le asnjë hapësirë për të dezinformuar apo për të krijuar insinuata, po shihet qartë se po tentohet të pengohet procesi i numërimit me një urdhër politik që është precedent në historinë e zgjedhjeve, theksoi ai. Krasniqi përmendi edhe emra të tjerë të PDK-s, duke i akuzuar për ndërhyrje politike në proces. Ky është një urdhër politik nga Samil Ushtaku dhe Mevli Krasniqi. Le të dalin dhe të tregojnë se cilat janë arsyet sepse po i shtyjnë edhe antarët e tyre në KQZ të prononcohen në rrejshëm në raport dhe për këtë duhet të angazhohet prokuroria, reagoi ai.